Dështon për herë të 34 konstituimi për përbërjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit në Kosovë. Opozita ndërkohë ka filluar të veprojë. Një takim i mirë u zhvillua mes kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abligjiku dhe drejtuesit të nismës socialdemokrate Fatmir Limaj. Kemi pas takim shumë të mirë. Kemi biseduar gjitha temat, kemi pas një bisedë shtërruese dhe mund me thotë që ka qenë një takim jashtëzakonisht i mirë. Gjitha temat ato që prekupojnë Kosovën, ato që kemi përgjithësi, kemi biseduar për zhvillimet në Kosovë, prej zhvillimet të politike, ekonomike, rajonale, angazhimet tona. Limaj tregoi se bisedat do të vazhdojnë për tema të rëndësishme dhe shtoi se nëse Kosova vazhdon të mbetet në këtë situatë, do të rritet shkalla e pasigurisë në vend. Shpresoj që dhe kolegët tjerë e kuptojnë edhe ndajnë informatat e mia që duhet të veprojmë shpejt sepse situata e sigurisë mund të komplikohet. Në kuptimin që po e shihni ajo, bota është stresuar, ajo është stresuar. Ne nuk mund të sidhemi në një vend rahat, duke ditur që plot rreth nesh kemi që punojnë dhe mohojnë shtetin dhe punojnë që ky shtet ta çbëjnë, siç e dini ju. Edhe haptazi. Po shihni mesazhet që na vijnë nga Shqipëria.